Ju e dini se ku jeni në jetën tuaj sot. Nëse po përballeni me diçka që është shumë e vështirë, kujtoni këtë gjë. Nuk është kurrë tepër e vështirë për Zot. Ai e di se ku jeni ju, është atje për t'ju ndihmuar, ai nuk shtëron kurrë nga gjërat e nevojshme për t'ju ndihmuar, dhe ai do që ju t'i besoni atij, hap pas hapi, me gjithçka që po përballeni, dhe gjithnjë do të shkojë mirë. Katër dekada më parë, ne filluam shërbesën Prekja për t'i drejtuar njerëzit në mbar botën në një marrëdhënie më të thellë me Jezus Krishtin. Për gjatë viteve, ne kemi parë madhështinë e Perëndis, dashurinë dhe bekimin e Tij në mënyrë aq të mahnitshme, sa duam që të gjithë ta njohin atë. Ndaj le të hapim fjalën e Perëndis dhe ta kërkojmë atë së bashku. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni, të shpëtosh nga një situatë dëshpëruese. Ky pasazh është një nga ndodhitë më të rëndësishme në të gjithë dhjetën e vjetër. Dhe të gjithë ne kemi dëgjuar për të në një pikë të jetës sonë, dhe mbase kemi menduar për të, por s'kemi menduar kurrë që ta zbatojmë në jetën tonë. Dhe në kapitullin 14 dhe në disa kapituj të tjerë, është historia e arratisjes së madhe. Ne dëgjojmë këtë frazë, por kjo është arratisja e vërtet. Pra dua që të shohim këtë incident që e dim mjaft mirë rreth Mojsiut dhe detit të kuq. Dhe më pas dua që thjesht të nxjerrim të paktën 5 parime për të treguar se si ta bëjmë këtë dhe se si mund të veprojmë kështu në çdo pasazh të shkrimit me të cilin merremi. Kështu. Kur unë e shoh këtë, kuptoj atë që ndodhi. Faraoni u trem, prandaj i skllavëroi njerëzit e Zotit, dhe ne se dim se sa gjatë qëndruan në skllavëri, por ishte një kohë shumë e gjatë. Dhe këtu kemi Mojsiun që u rrit në Egjipt, në shtëpinë e faraonit, nëse mbani mend, sepse vajza e faraonit e gjeti atë në një shport të vogël në lumin Nil. Dhe kështu ai u rrit në shkollat e tyre, i arsimuar nga egjiptianët, prandaj e dinte mirë se si jetonin ata. Dhe erdhi një kohë kur ai bëri një krim, do me thënë ai vrau një egjiptas. Pastaj shkoi në anën tjetër të shkretëtirës së Midianit. Tani, 40 vjet më vonë, Zoti u mor me Mojsiun te ferrishtja flakëruese dhe i tha atij të kthehej në Egjipt, sepse ai donte që Mojsiu ta nxjerrte popullin e tij nga skllavëria. Dhe ju e mbani mend historinë. Kështu ai u kthye në Egjipt dhe Perëndia filloi të punonte në zemrën e tij dhe Mojsiu filloi të bënte atë që Perëndia i tha. Dhe patjetër që përballja me faraonin për ta lënë të lirë popullin hebre ishte absolutisht qesharake për aq sa i përket faraonit. Për çfarë arsye? Dhe kështu, shumë natyrshëm faraoni si kushtoi shumë vëmendje kësaj, atëherë ne mësojmë nga shkrimi atë që Zoti dinte se do të bënte, ai dinte si ta fitonte vëmendjen e njerëzve. Pra çfarë bëri ai? Ai filloi me 10 plagët e para. Dhe më pas, vepra e Perëndis që ndryshoi të gjithë historinë është kur Zoti vrau të parëlindurit në të gjithë Egjiptin dhe njerëzit që banonin atje. Ju e mbani mend që shkrimi thot se Mojsiu i dha popullit të Izraelit udhëzime. Engjilli i vdekjes do të kalonte përmes Egjiptit, ata duhet të vendosnin gjak mbi shtalkat dhe arkitraun e shtëpisë. Nëse nuk do të kishte gjak, i parëlindurit do të vdiste atë natë në familje. Por kjo i ishte tragjedia e fundit, që faraoni të kuptonte se nuk mund ta mbante më këtë popull si skllav, dhe ai nuk mund ta shmangte dot më këtë besim dhe atë që ata besonin. Dhe normalisht ata u lanë të shkonin, dhe kur u lanë të shkonin, shkrimi thot gjithashtu se populli i Egjiptit, qytetarët që ishin egjiptas u dhanë atyre arin e tyre, argjendin, rrobat, gjithçka për t'i hequr qafe ata. Nëse ti do të mbijetoje gjatë atyre plagëve, do të ishe i lumtur që t'u jepi atyre gjithçka për t'i hequr qafe Mojsiun dhe të gjithë këtë popull që quhej hebre ose izraelit në atë kohë. Kështu pra, me këtë në mendje,
Unë dua që të shohim parimin e parë për të cilin duhet të mendojmë. Ne e dim pjesën tjetër të historisë, por do të arrijmë atje. Parimi i parë është ky. Perëndia e di gjithmonë se cila është rruga më e mirë. Tani çfarë dua të them me këtë? Perëndia e di gjithmonë se cila është rruga më e mirë sepse të gjithë ne jemi përballur me situata në jetën tonë. Dhe ne pyesim, Zot, si t'ja dalë në këtë? Si t'i mbijetoj kësaj? Si mund të merrem me këtë? E po, unë dua që ta shohim këtë në çështjen e parë këtu. Kur faraoni në fund e la popullin të shkonte, pas 10 plagëve më pas, në fund faraoni mendoi se ky ishte një gabim. Dhe kështu, ai organizoi ushtrinë e tij për të sulmuar izraelitët dhe për të rikthyer ata. Izraelitët ishin plotësisht të cënueshëm, të rrethuar nga shkretëtira nga njëra anë dhe nga deti nga ana tjetër. Dhe kështu ajo që po ndodhte ishte që faraoni po e shihte këtë. Ai ishte i bindur se hebrejt kishin futur vete në Grack. Ata ishin në shkretëtirë, me shkretëtirën në njërën anë dhe detin në anën tjetër. Pra, ai mendoi se nuk do ta toleronte më këtë, sepse mendoi se nuk mund t'ja mbante xhepin nëse i linte të shkonin. Dhe kështu kjo nuk ishte befasuese për Zotin. Dhe ajo gjë që i ndodhi faraonit është kjo. Ajo që u ndodh shumë njerëzve është që ata e harrojnë se kush është në krye. Perëndia ishte në krye, jo faraoni. As hebrejt nuk ishin në krye, Perëndia ishte në krye. Qëllimi i Perëndis ishte që t'u tregonte pikërisht egjiptasve që Perëndia i judenjve, Perëndia e Izraelit, Perëndia i hebrejve ishte i vetmi Zot i vërtet. Kështu, parimi i dytë që duhet të shihni është që Perëndia është besnik për të siguruar për popullin e tij. Çfarë kishin ata? Ata nuk ishin asgjë, ata jetonin në kasolle, ata ishin sklever, ata nuk ishin asgjë. Dhe gjëja e fundit që ata do të kishin menduar ishte që egjiptasit do t'i zbraznin shtëpitë e tyre nga komodinat e çmuara, nga rrobat te bijuteritë e argjendit dhe arit dhe do t'ia jepnin judenjve. Dëgjoni këtu. Vetëm Zoti do t'i kishte folur egjiptasve dhe do t'i thoshte, jepu ani atyre, largojni ata. Pra ata po largoheshin dhe dukej se ishin të lirë dhe ishin bekuar shumë nga i gjithë ari, argjenti dhe gjërat e tjera të Egjiptit. Gjë që më çon te parimi i tretë. Perëndia është gjithnjë, dëgjoni, ai është gjithnjë i pranishëm për ta udhëhequr popullin e tij. Kjo të thotë se ai nuk do t'ju thotë të bëni diçka dhe më pas të mos ju udhëheq për ta bërë atë. Nëse Perëndia ju thotë juve të lëvizni, ose nëse ju thotë të bëni këtë ose atë ose çfarë do qoftë, mbani mend këtë, Perëndia di fillimin dhe fundin. Dëgjoni këtë. Ai nuk do t'ju thotë kurrë që të bëni diçka për të cilën ai nuk do të sigurojë për ju kurrë. Pra, shpesh herë i dëgjoj njerëzit të thonë, po unë e di që Perëndia më tha ta bëj këtë, por unë nuk e kuptoja, kështu që thash jo. Kjo është katastrofë. Sepse nëse Perëndia ju thotë të bëni diçka, ai është përgjegjës për të bërë të mundur të ndodhë në jetën tuaj çfarëdo që të jetë. Ne s'kemi asnjë arsye të justifikueshme për të mos ju bindur Perëndis duke thënë, unë nuk i gjeja fillin, unë nuk e kuptoja. Perëndia në fakt nuk e bëri të qartë. Perëndia kurrë nuk do t'ju thotë të bëni diçka që ai nuk do ta bëjë të qartë. A do t'ju jap ai përgjigje për çdo gjë që ju doni të dëgjoni? Jo, ai nuk do ta bëjë këtë gjë. Ai do që ne t'i besojmë atij. Dhe kështu, kur e shihni këtë pasazh dhe kuptoni që Zoti ka punuar, kjo është mënyra se si Zoti vepron. Do të thënë, ai do të na tregojë se çfarë të bëjmë. Dhe kur ta bëj këtë, ne do t'i bëjmë vetes këtë pyetje. A jam i gatshëm t'i bindem Zotit, edhe pse nuk e kuptoj plotësisht? Unë nuk di gjithmonë se çfarë të bëj më pas. Thjesht di që t'i bindesh Zotit është gjithnjë gjëja e dur, pavarësisht nëse e kuptoj ose jo, ja gjej fillin apo jo, më dhemb ose jo, i pëlqen dikujt ose jo, nuk duhet t'u pëlqejmë njerëzve, por Perëndis. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë nuk kemi pse të shqetësohemi për atë që do ndodh. Hebrejt ishin në këtë zonë, në Grack, sepse kishin shkretëtirën dhe ushtrinë e faraonit dhe detin e kuq. Dhe kështu si veprohet në këtë pikë. Por ja se çfarë ndodhi.
Pra i thot: "Bëuni gati për marshim." Po mirë, ku do të shkojmë? Ne mund ta dëgjojmë gjëmimin e karrocave. Dhe ja ku kemi dhe detin. Në fakt, uji është shumë pranë këmbëve të mia. Dhe ti po më thua që të shkoj përpara në det dhe të shohë Zotin në veprim? Tani, Perëndia e hapi detin. Ai e hapi që njerëzit të mund të kalonin përmes. Urdhri i Perëndisë është shumë i rëndësishëm, sepse ky është parimi. Urdhërimi më i thjeshtë i Perëndisë mund të rezultojë në pasoja befasuese dhe të fuqishme kur ne i bindemi atij. Një nga gjërat më të rëndësishme në jetë, kur jeni në dhimbje dhe vuajtje, ose kur përballeni me trauma në jetë, është që Perëndia ju thot: "Hesht, thjesht më beso." Dhe kështu, shpesh herë urdhërimi më i thjeshtë i Perëndisë është befasues, por ka pasoja të fuqishme nëse i bindemi atij. Pra, ja ku ishin ata. Vendoseni veten në atë pozitë. Deti është pas jush, karrocierët e një ushtrie, që është plotësisht e pajisur për t'ju shkatëruar juve, po ju afrohen. Dhe çfarë bëni ju? Po ju bëni atë që ata bën. Dhe më së pari ata thanë: "Mojsi, po si na fute në këtë situatë? Çfarë është e gjithë kjo?" Ata deshin ta sulmonin atë. Dhe sa herë që Perëndia i kishte lëvizur në një drejtim të caktuar me ren, ata e dinin saktësisht ku po shkonin. Ata po i besonin atij. Dhe tani, dukej sikur çdo gjë kishte marrë fund. Më dëgjoni këtu. Ne i bëjmë gabimet më të mëdha në jetë kur i shohim rrethanat ku ndodhemi përmes syve tanë, aftësive, talenteve dhe dhuntive tona. Shohim rrethanat ku ndodhemi dhe situatat dhe ne nuk shohim Perëndin të parin. Çështja është kjo: a jam i gatshëm të besoj atij në këtë situatë kur unë nuk kam qenë kurrë në atë situatë më parë? Ndonjëherë ne nuk i kuptojmë urdhërimet e Zotit. Por ne duhet të vendosim, a do ta bëj atë që ai thot, apo unë do të bëj atë që ndjej të bëj, atë që më thot mendja ime të bëj. Dhe ja ku ishin ata. Ata duhet të besonin Mojsiut, të mbështeteshin ose jo te Zoti. Tani, pjesa do me thënë se rreth kësaj është thjesht kjo. Ndonjëherë, kur ne jemi aty ku jemi në situatat dhe rrethanat tona, siç ishin edhe ata, urdhërimi më i thjeshtë i Zotit mund të jetë me pasoja manice. Dhe ndonjëherë Perëndia mund t'ju thotë juve ulu, rriqet. Ose mund t'ju thotë, ja ku duaj që të shkosh, thjesht më beso, mos u përpiq të kuptosh. Mojsiu ngriti krahun e tij me bastunin në dorë dhe diçka filloi të ndodhte. Deti filloi të hapej dhe njerëzit nisën marshimin përmes tij. Para se çdo gjë të mbaronte, ndërsa ishte ende e errësirë, shkrimi thot se populli i Perëndisë shpëtoi. Ata dolën nga një situatë shkatërrimtare. Dhe atyre do jetë dashur e gjithë nata, jam i sigurt. Ata ishin diku te 2 milion ose diçka e tillë, nuk e di se sa zgjati, por Zoti e bëri errësirën në një rënan, derisa ata të kalonin përmes, dhe kur mbaroi, çfarë ndodhi? Atëherë u bë dritë. Dhe si rezultat i kësaj, shkrimi thot se faraoni sulmoi. E çfarë bëri ai? Zoti e përmbushi atë që ishte një nga objektivat e tij kryesor si fillim. Karrocat e egjiptasve u zhytën thellë në detin e kuq, në drejtim të hebrejve. Dhe kur shumë prej tyre arritën në mes të ujrave të detit. Ju e dini historinë, që Mojsiu foli sërish dhe ujrat u kthyen sërish në vend dhe i shkatruan të gjithë ata në detin e kuq. Kështu, parimi këtu është ky. Mos kërkoni të fajsoni dikë për rrethanat tuaja, por kërkoni Zotin që t'ju ndihmojë. Ata ishin vazhdimisht duke fajsuar Mojsiun për këtë, atë dhe atë tjetrën, dhe është gjithnjë më e lehtë të fajsoni dikë kur gjërat nuk shkojnë siç doni ju. Por mendoni për këtë. Është plotësisht e vërtetë që cilat do qoftë situata apo rrethana ku ndodheni, dëgjoni këtu, nëse jeni në vullnetin e Zotit,
Ai është përgjegjës për t'ju nxjerrë Perëndi. Dhe është interesante që ne kërkojmë të fajsojmë dikë dhe prap kur mendojmë për atë dhe kur mendojmë se si Perëndia veproi dhe kuptojmë që jeta e Mojsiut dhe e profetëve, ajo që ai i tha Isaia 41, që është një nga pasazhet e mi të preferuar, ai tha këtë në vargun 9. Ti je shërbëtori im, të kam zgjedhur dhe nuk të kam hedhur poshtë. Pra dëgjoni, mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Mos e hum, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj ty dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë ime. E atër ata që janë zemëruar kundër teje, do të turpërohen dhe do të shutshaten. Ata që luftojnë kundër teje, do të katandisen e hiç dhe do të zhduken. Ti do t'i kërkosh, por nuk do t'i gjesh, më ata që të kundërshtonin. Ata që të bënin luftë do të jenë si hiç, si një gjë që nuk ekziston më, sepse unë jam Zoti Perëndia yt, që të zë nga dora e djathtë dhe të them ty, mos u frikso, unë të ndihmoj. Sa pasazhe mrekullueshëm. Mos ke frikë, unë jam me ty. Gjëja e mençur për të bërë është të shohim Zotin. Kërkoni Zotin për ndihmë. Ai është i vetmi që mund të na ndihmojë në situatat dhe rrethanat tona. Dëgjoni. Ju e dini se ku jeni në jetën tuaj sot. Nëse po përballeni me diçka që është shumë e vështirë, kujtoni këtë gjë. Nuk është kurrë tepër e vështirë për Zotin. Ai e di se ku jeni ju, është atje për t'ju ndihmuar. Ai nuk shtëron kurrë nga gjërat e nevojshme për t'ju ndihmuar, dhe ai do që ju t'i besoni atij, hap pas hapi, me gjithçka që po përballeni, dhe gjithnjë do të shkojë mirë. Gjithnjë, jo ndonjëherë, por gjithnjë do të shkojë mirë. Thjesht duke i besuar atij. Të gjithë ne kemi qenë përmes situatave të vështira dhe do të kalojmë kohë të vështira. Pyetja është kjo: çfarë bëni ju kur në fund çdo gjë shkatërrohet? I besoni atij. Ju mbështeteni tek ai. Keni siguri tek ai. Ju prisni për të. Nëse ata do të ishin përpjekur të luftonin, do të kishte qenë një shkatërrim i vërtet. Perëndia, le të shohim këtë gjë. Ndonjëherë kur jemi në një situatë, ne duam një rrugdalje dhe situata thellohet. E mira është që t'i dorëzojmë jetën tonë Zotit dhe të themi: Zot, nuk di çfarë të bëj në vazhdim, por unë të besoj ty, sepse ti the se nuk do të më lësh dhe nuk do të më braktisësh kurrë. Amen. Amen. Oa, të duam dhe të falenderojmë për këto histori madhështore. Jo vetëm histori, por këto drama në fjalën e Zotit që na kujtojnë se ku jemi, ku mund të jemi dhe çfarë do të bësh ti pavarësisht se ku jemi. Unë lutem për ata që nuk të kanë pranuar ty si shpëtimtar, që të kujtojnë se pa ty o Zot, ata nuk kanë asnjë shpresë dhe ndihmë të vërtetë. Ne të besojmë ty, të falenderojmë ty, të falenderojmë që e ruajte këtë ndodhi dhe e shkrove në letër me bojë, që kështu ne, mira vite më vonë, të mund ta lexonim, të dëgjonim të vërtetën, ta kuptonim dhe ta zbatonim në zemrën tonë, dhe të ecnim në të në emrin e Jezusit. Amen.